Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, data është 25 muaj i 8 viti 2026, jemi diku para mesnate. Të nxehtësit po e bën të vetën. Tetova nuk mba mend kaq temperaturat e larta. Po ashtu tetova nuk mba mend edhe aq vizita tek mjekët nëpër spitale. Diçka po ndryshon. Mirë po. Vetëm një grup njerëzish nuk e ka ndërmend që të ndryshojnë. Dikush po i thret të kaluarës për të tashmen, ishte në të tashmen dhe e shkeli të kaluarën e të gjithëve. Unë jam nduar si njeri në fillim, pastaj si gazetar, e pastaj pjesërisht si dëshmitar i disa gjëra, jo i të gjithave, i disa gjëra. Dhe më bren ajo ndërgjegja, se nesër, ku nuk do jemi edhe ne që jemi pjesërisht dëshmitari në një historie. Dini se rënë kur përsëritet fillon të marrë kuptimin e vërtet. Pra, kur njeriu bëhet dëshmitari një historie që nuk e ka përjetuar, kjo ka filluar të bëhet metodë e disa liderëve politik shqiptar në Maqedoninë të Veriut. Jam munduar që të bëj një analizë si Mesut Shabani, jo dini se mbahemi mençur në podcast. Mendoj se Rena, apo mashtrimi, i kohëve të fundit në Maqedoninë të Veriut, ka marrë hof, po sashrisht të udhëheqësit politik shqiptar. Ama të gjithë për një, Renë për momentet të caktuara ndër vite që mund të quhen edhe historike. Ndalesh dhe mendohesh. Rena zë vend ku nuk ka dëshmitar të gjallë. Por ka gjendet ose në Kosovë ose në Maqedoni, gjendet në një i gjallë. As ta zëm sigur autori tash që e shifni para kamerës. Për disa ndodhi për vitet 1979-1978, që kanë filluar të përfolin liderët politikë në Maqedoni. Interesant. Unë di dhe njoh njerëz që të kanë qenë prezent dhe më thonë çfarë po ndodh? Nuk di gjë. Kur nuk e qenë pjesë e aktivitetit politik, i din vitet, gjërat, ndodhit, dëshmit që kanë treguar ose dokumentuar në emisionet e tjera, njerëz të tjerë dëshmitar okular, apo vetë ndodhës. Atëherë, me vetë e bësh pjesë atyre gjëra kise ke qenë ti baba i rreth rrotullimit të aktiviteteve. Në aspektin psikologjik, ndodh edhe pse politikisht mund të shfrytëzohet, dhe duan ta shfrytëzojnë. Një thënie politike se politika është kurrë, prostitut, si shprehje nuk është vetëm e Ballkanit, dhe nuk vlen vetëm për Ballkanin. Ka një shpjegim shumë interesant psikologjik, sociologjik dhe politik. Dhe jo gjithmonë kemi të bëjmë thjesht me një njeri që gënjen në kuptimin e zakonshëm. Ndonjëherë ndodh diçka edhe më ndërlikuar. Njeriu e përsërit aq shumë një rrëfim sa fillon ta përvetsoj si pjesë të biografisë së vet politike. Si ndodh kjo? Një person mund të mos ketë qenë fare pjesë e një ngjarje politike. Ai ka dëgjuar ngjarje nga të tjerët, ka lexuar dokumente, ka dëgjuar rrëfimet e protagonistëve dhe vite më vonë fillon të flasë sikur ne vendosëm, u dëgjuam në telefon, nuk tregon se çfarë telefonesh janë përdorur, a ka pasur ajo së kohë telefon fiks, kur e bëm atë i dham detyra, ne dinim se çfarë po ndodhte kështu me radhë. Bile. Jam dëshmitar i një gjë se njëri është shumë i ri, ky është shumë i vjetër për të, dhe s'ka pasur mundësi as kohore, as vjetore, as mundësi tjetër të takoj, ky del tash është baba ideologjik i tij, është takuar, nuk është takuar. Mirë po ka dhe njerëz nga vetë familjarët e atyre ishëve më dëshmorëve, që për x shkaqe materiale, interese biznesore, politike, u a bëjnë aminin heshtin. Në fillim, mund të jetë thjesht një identifikim me grupin, por politika e ka një veçori, grupi krijon një ne shumë të fuqishme. Pra, kufiri mes ata e bën para se unë të hyj në politikë dhe ne e bën, mund të filloj të zhduket, pra të mos ketë hiç. Psikologjia e kujtesës kolektive tregon pikërisht se kujtesa nuk është thjesht një arkiv i saktë i së kaluarës. Ajo lidhet me identitetin, grupin dhe ndjenjën e veprimit kolektiv. Rrëfimet politike mund të formosohen nga identiteti dhe mënyra si informacioni përsëritet e interpretohet. Pra ka një dallim shumë të rëndësishëm.
Unë do i ndaja si Mesut Shabani në 3 kategori. 1. Gënjeshtra e vetëdijshme. Personi e di se nuk ka qenë aty, e di se nuk ka marrë pjesë, por e fut veten në histori sepse i levërdis. Kjo është propagandë klasike, staliniane. Vjedhja e meritës së të tjera. 2. Përvetësimi psikologjik i ngjarjes. Personi e ka dëgjuar një histori aq shpesh, është identifikuar aq shumë me një grup apo figurë politike sa gradualisht fillon të përjetojë si pjesë të identitetit të vet. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se kujtimi është i vërtetë. Studimet kanë treguar se njerëzit mund të kryejnë kujtime të rreme edhe për ngjarje politike të fabrikuara. Sidomos kur rrëfimi përputhet me bindjen dhe identitetin e tyre politik. Dhe e treta, kemi konfabulim politik. Tuk personi mund të ndërtojë një histori për të mbushur bashkëllëqet mes asaj që ka qenë, realisht dhe asaj që dëshon të ketë qenë. Madje kërkimet tregojnë se kujtimet politike mund të riformsohen sipas bindjeve aktuale dhe interesit të identitetit politik. Dhe këtu lind problemi që përmendej unë shumë saktë. Rena funksionon më lehtë kur nuk ka dëshmitar të gjallë. Por çfarë të ndodh kur dëshmitarët janë ende gjallë? Ka. Vetëm heshtin. Atëherë politikanët llogaritën në një gjë tjetër, që dëshmitari mund të mos flasë, ndërsa propaganda do të flet çdo ditë. Kjo është shumë e rëndësishme. Në politikë nuk mjafton gjithmonë të thuash një gënjeshtër. Duhet të krijosh një version alternativ të kujtesës. Nëse ai përsëritet në intervista për vjetore, fjalime, rrjete sociale dhe aktivitete partijake, një pjesë e publikut që nuk e ka jetuar periudhën fillon të pyesë. Ndoshta vërtet ka qenë kështu si flet ky. Kërkimet mbi kujtesën politike tregojnë se identiteti partijak mund të ndikojë në atë që njerëzit kujtojnë dhe pranojnë si të vërtetë. Njerëzit prirën të pranojnë më lehtë versionet që favorizojnë grupimin e tyre. Atëherë pse shfrytëzohet kjo politikisht? Sepse e kaluara është kapital politik. Një politikan që nuk ka një rol të madh në të tashmen mund të përpiqet të fitojë legjitimitet duke marrë hua nga e kaluara. Jemi dëshmitar me politikanët aktual në Maqedoni, të gjithë liderët politikë. Një, të përvetësoj një sakrificë, të afrohet me një figurë historike, të fotografohet, të paraqitet si dëshmitare i një procesi ku ai e di se nuk ka qenë. Po ja Musa, që përputhen vitet mosha. Edhe sa ka kështu nëpër Maqedoni. Edhe sa ka kështu nëpër Kosovë. Çka dhe Skënderbeu disa e kanë marrë urdhër Skënderbeu nga luftrat dhe komandat e tyre. Çfarë nuk do dëgjosh? Të marrë meritat e një brezi tjetër, të thotë ne e bëm, kur në fakt ai duhet të thotë ata e bën. Kjo është në thelb prodhim i legitimitetit përmes së kaluar. Sidomos për ngjarjet historike që kanë peshë emocionale, pyetja nuk është vetëm çfarë ndodhi, por edhe kush ka të drejtë të tregojë se çfarë ndodhi. Dhe pikërisht aty fillon betejë politike për kujtesën. Ndalen pak edhe te shpreha politike, politika është kurth. Unë nuk do ta merrem si një të vërtetë absolute, sepse politika nuk është domosdoshmërisht e pandershme. Politika mund të jetë shërbim publik, ide, përgjegjësi dhe përfaqësim. Por shpreha ka lindur për ta përshkruar një produkt real dhe dukuri reale. Politika mund të prodhojë aleanca, tradhti, ndryshime qëndrimesh dhe përdorim oportunist të së vërtetës për interesin e momentit. Dhe jo, kjo nuk vlen vetëm për Ballkanin. Mashtrimi politik, propaganda, manipulimi i kujtesës dhe përvetësimi i meritave ekzistojnë kudo. Studime nga vende të ndryshme kanë dokumentuar se orientimi politik mund të ndikojë edhe në formimin e kujtimeve të rreme për ngjarje publike. Ballkani ndoshta e ka monopolin e gënjeshtrës politike, por ka një veçori tjetër. Historia këtu është ende shumë e afërt, shumë emocionale dhe shumë e politizuar. Për këtë arsye, betejë për të kaluarën shpesh është edhe betejë për pushtetin e sotëm. Unë do e formuluja kështu. Politika nuk është prostitut, politika është pushtet. Ndërsa kur pushteti humb kufirin moral, e vërteta bëhet mall, historia bëhet pronë dhe kujtesat e tjerëve fillon të shitet si biografi personale. Po, kjo po ndodh tash në Maqedoninë e Veriut me politikë bërësit të gjithë niveleve. Dhe ndoshta fenomeni më i rrezikshëm nuk është kur politikani gënjen për një ngjarje që nuk e ka jetuar. Më i rrezikshëm është kur ai fillon të rishkruajë një ngjarje për cilën dëshmitarët janë ende gjallë, duke llogaritur se një ditë heshtja e tyre do të jetë më dobët se sa zëri i propagandës. Kujdes politikan, lidera politik në Maqedoninë e Veriut. Ndalni rrenët mbi ndodhjet politike publikisht ku nuk keni qenë pjesëmarrës. Atë që keni pjesëmarrë, atë thuani. Sepse besoni apo jo, ka ardhur në maj deri te hunda. Shumë shpejt do dalë me emra të përveçëm. Jo për mua. Jo, vetëm për histori. Të dihet. Ke qenë, nuk ke dhënë kontribut.
Mbasi një ditë do kush do thotë, e thash edhe pak më parë, Skënderbeu, se mbani mend, se mbani mend, kur Adem Jasharit, respekte për figurat, por jo respekte për ata që mundohen ta keqpërdorin historinë e mirë shqiptare. Pra edhe njerë, politikanë bërës, shqiptarët e Maqenisë së Veriut, bini kokës. Nëse do vazhdoni kështu, do dalë me emra dhe mbi emra. Por, mos harroni vetëm një gjë. E dini se ju shkruani autobiografitë e ju vetë, dhe jepni urdhër që t'i votojnë në për biografitë e juaja, në për CV-të e juaja politike, në për partitë, vllоqet politike të partive të juaja. Dhe harroni se janë aty. Ama 80% nuk u përputhen ajo cilën ju e deklaroni, atë cilën ju e keni shkruar gjatë viteve. Pra ishin në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani. Dëgjojmë në të tjera.